Përshëndetje të nderuar shikues, po takojmë në edicionin e lajmeve Fokus, do ju njohim me titull kryesor për ngjarjet që shënuan ditën e sotme. Deputetët mblidhen për të vazhduar seancën konstituive që është ndërprer për të tretën herë. Në të katërtën vetëvendosja prapë propozoi Albulena Agjiun për kryeparlamentare, por pa u hedhur propozimi në votim u ndërprej seanca pasi Glauko Njuca kërkoi marrëveshje politike. Seanca vazhdon të mërkurën. Vetëvendosja insiston që emri i tyre për kryetare kuvendit të jetë Albulena Agjiu. PDK, LDK e AK nuk kanë votë për të, thonë se ajo ishte përqarse, duan tjetër emër, Kurti nuk e flet asnjë fjalë para gazetarëve. Arrestohen 7 persona të dyshuar për vrasjen e rreshterit Muhamet Lika në Kaçanik. Konfirmohet se 3 nga 7 arrestuarit kanë qenë të përfshirë në shpërndarje të pamfletëve ekstremiste, si dhe djegjen e gjykatës së Kaçanikut. Në mesin e tyre është edhe djali i një polici. Dyshohet se motivi i vrasjes së rreshterit lidhet me këtë rast. Minatorët e Kishnicës nuk i marrin pagat në muajin mars, akuzojnë ndërmarrjen trepça për diskriminim, thonë se po trajtohen në mënyrë të pabarabartë krahasuar me njësitë e tjera të kompanisë. Këshilli Grevis paralajmëron grevë nga e marta. Menaxhmenti i Trepçës justifikon vonesën me bllokimin e llogarive bankare. Vdes në moshën 88 vjeçare Papa Francesku, udhëheqësi i parë i Kishës Katolike Romake nga Amerika Latine. Ai u nda nga jeta në orën 7:35 pas një krize të zgjatur respiratore që mbajti me muaj në spital. Ngushëllojnë nga krejt bota, edhe në Kosovë, fjalë të mëdha për të. Nesër bët fiks një javë prej kur ka nisur tentimet që të themelohen institucionet e reja të vendit. Por në takimin e 4 që patën deputetët e zgjedhur nuk u arrit sërish zgjidhja. Seanca konstituive u ndërpres sërish pasi kryesuesi i saj nuk e hodhi në votim propozimin për kryeparlamentar i cili vazhdon të jetë i njëjtë, emri i Albulena Agjiut. Ora është 15, por në sallë nuk janë 120 deputetët e zgjedhur. Ata fillojnë të mblidhen ngadalë përveç atyre nga lëvizja vetëvendosje që nuk vinë as pas 30 minutash. Kjo e nervozoi paksa liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, që kërkonte nga bashkëkryesuesja e seancës nisjen e saj. Megjithatë, pak minuta më vonë, në vendin ku ishte i ulur të shtunën që lan pas, vjen kryesuesi i seancës konstituive, deputeti më i vjetër në moshë Avni Dehari. E pas tij edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti me bashkëpartiakët e tij që opozicionohen në ulësit e mesit të kuvendit. Ajo që binte në sy ishte mungesa e deputetes bosnjake Duda Balje, që nuk u pasi zakonisht e ulur pranë minoritarëve jo serb. Edhe në këtë seancë, ligjvënësit kishin kujdes shtesë nga kamerat që po xhironin telefonat e tyre. Sidoqoftë, ajo nisi me 1 minutë heshtje në shenjë respekti për vdekjen e Papa Franceskut. Nga 117 të pranishmit në sallë, Elmire Qica i PDK-s nuk e kishte kryer betimin para 2 ditëve, andaj këtë gjë e bëri të hënën. E vendit betohen. Pa humbur kohë thirrën kryetari i LVV-s Glauko Njuca për ta bërë propozimin për kryeparlamentarin e legjislaturës së 9, mirë po kjo nuk u hodh në votim. Lëvizja vetëvendosje padyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulena Agjiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi po që të gjitha subjektet politike që është dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kohë shtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë, të cilën e patëm 3 herë radhazi në Kuvendin e Republikës Kosovës. Faleminderit. Me këtë u pajtua me njëherë kryesuesit që vendosi për ndërprerje të seancës deri të mërkurën në mëngjes. Pas këtij propozimi, konsideroj se ndërpritet seanca konstitutive, lidhemi sërish të mërkurën me 23 prill në orën 10. Ju faleminderit. Kjo situatë shkaktoi shqetësim nervoz të zyrtarët e partisë fituese, të cilët thonë se parti tjera do duhet ta votonin kandidatën e tyre për kryeparlamentare. Nëse nuk ka dakordim, ata paralajmëruan zgjedhje të reja, por LDK, PDK e AK mbesin në qëndrimin se nuk ka votë për Albulena Agjiun.
Kritikat për vendimin që u morë në seancë i shpalosi pas disa minutash në hollin e kuvendit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ishte jashpër me lëvizjen vetëvendosje, por të njëjtën kohë i qartë që s'kan votë për Albulena Haxhiun si kryeparlamentare. Situatë pa precedent dhe një situatë që nuk i ka hije një institucionin kaq të rëndësishëm si Kuvendi i Kosovës. Koalicioni vetëvendosje guxo alternativa, po siç kemi thënë e ka të drejtën për ta propozu kryetarin apo kryetarin e Kuvendit, po jo për ta imponu. Edhe LDK-ja përmes Hikmete Bajramit i shpalosi kritikat për ndërprerjen e seancës sipas tyre në mënyrë të kundërligjshme. Për faktin se ishim në një proces të votimit dhe krejt çfarë ishte autorizuar sipas rregullores lëvizja vetëvendosje në këtë rast si fituese e zgjedhjeve ishte që të propozoj emrin. Do të thotë ish dashur që të procedohej me emër dhe menjëherë me votim. Këto qëndrime të partive tjera, të cilat e thonë hapur se nuk kanë preferencë për të propozuarën e VV-s, shkaktuan acarim të zyrtarët e partisë fituese. E pat edhe një seancë të radhës, pra ku partitë opozitare, subjektet opozitare vazhdojnë blokadën apo vazhdojnë taktikat bllokuese në konstituimin e Kuvendit. Partnerja në koalicion e Muratit, Mimoza Kusari Lila, thotë se nëse s'ka dakordim, vendi shkon në zgjedhje të reja. T'i thrasim të gjitha grupet politike, të konstituojmë Kuvendin dhe të dakordohemi që me 80 vota e shpërndajmë njëherë Kuvendin dhe shkojmë në zgjedhje tjera. Do me thënë në rrethonat aktuale dhe deklarimet aktuale, kjo duket se zgjedhja më e afërt dhe më e pranueshme. Fjalë pak pas ndërprerjes së seancës ishte kreu i nismë social-demokrate. Besoj që ishte një qëndrim korrekt, kjo është realiteti, nga njerë në situatën cilët është, ju do gjeni rrugë për të ecim më të tjerë. Unë besoj që ishte një qëndrim korrekt për qetur rrugë. Fundit, kjo është mënyra funksionimit. Ndërsa pas një koment të vetëm nga seanca doli dhe u largua nga kuvendi kryeministri në detyrë Albin Kurti. Këto qëndrime u thanë publikisht edhe para se të niste seanca konstituive, madje ata përmendën disa emra të deputetëve të vetëvendosjes për të cilët mund të votonin për ta bërë kryetar kuvendi. I vetmi që heshti fillim me mbarim seance ishte kryeministri në detyrë Albin Kurti. Por herë të katërt i heshtur ju drejtua sërish kuvendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti as këtë hënë se tha asnjë fjalë nëse i ka numrat për seancën e konstituimit. Ndryshe nga Kurti ortakja e tij nga koalicioni Donika Gërvalla i përsëriti qëndrimet e saj. Po ju e dini që kryeparlamentari i takon koalicionit fitues, prandaj unë shumë po shpresoj që sot do të zhbllokohet gjendja në kuvend. Albulena Haxhiun si kryeparlamentare s'do e votoj, por deputeti i ri LDK-s Paris Guri ka një emër tjetër. Ne kisha votuar Albin Batirin. Nëse e kishim propozuar. Vladimir Liuna kishte votuar? Propozimi i partisë fituese të zgjedhjeve të nënshkurtit s'do e ketë votën pro as të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe sot ne jemi këtu për të mundësu konstituimin e kuvendit dhe për të ecur përpara. Normalisht që për të zgjedhur kryetarin e kuvendit është përgjegjësia e atij që propozon dhe besoj që edhe aty në ju takon që t'i bëjnë votat nëse mundën. Qëndrimin e njëjtë me Krasniqin e pati edhe bashkëpartiakja e tij Blerta Deliu. Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës vazhdon të mbetet qëndrimi i njëjtë. Kundër Haxhiut do të votojë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Me votu kemi me votu, po kundër kemi me votu. Qëndrimin e zemajt e të LDK-s e konfirmoi edhe kreu i saj Lumir Abdigjiko. Do besoj të gjitha këto gjëra zoti Zemaj vetë se i ka trajtuar me ju bashkërisht. Qëndrim ndryshe nga PDK e LDK patën alianca për ardhmërinë e Kosovës. Lahi Ibrahima i tregoi emrin e kandidatës që do jepte votën pro për të. Pro dy emra tjerë është edhe Daud Haradinaj. Veç që kemi bo publik dy emrat që jemi të gatshëm me votu edhe nëse propozohen në njën në vota janë është pro si grup parlamentar. Para seancës, deputetët të televizës vetëvendosje ishin optimist që do i kenë 61 vota për Haxhiun si kryeparlamentare. Ne kemi kandidatën tonë, zonjën Haxhiu. Besoj do ta propozojmë prapë. Edhe konstituimi i kuvendit, siç e dini, është përgjegjësia e gjithë deputetëve të Republikës Kosovës, kështu që presim që deputetët e tjerë shqiptarë të partive opozitore ta votojnë atë.
E Kuran Murati interpretoi pak vendimet e gjykatës kushtetuese. Sipas kushtetutës, sipas interpretimeve nga gjykata kushtetuese, pra e drejta për të propozuar dhe për të pas pozitën e kryekumvendarit i takon ekskluzivisht partisë fituese. Që emrin e kryeparlamentarës do të ndryshojë, deklaroi edhe Mefail Bajqinovci. Para orës 15 deputetët e lëvizjes vetëvendosje mbajtën një takim konsultues për numrat e seancës. Në krejt këtë situatë kanë ardhur reagime nga shoqëria civile. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë se gjykata kushtetuese sqaron se partisë fituese i takon të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit dhe se deputetët kanë për detyrim të marrin pjesë në seancë, por jo që të votojnë patjetër pro. Prandaj, kur mungon shumica, lind obligimi për zhvilluar diskutime, për të kërkuar kompromis dhe për të shmangur zvarritjen e mëtejshme, jo domosdoshme mes të këtyre seancave krejt të kota. Nëse nuk ka lëvizje, duhet të fillojnë së paku reflektimet, qoftë për qasjen, qoftë për vetë opsionet politike, shkroi Cakolli në Facebook. Ndrojmë temë dhe flasim për një aksion të madh të policisë së Kosovës në Kaçanik, ku angazhuan mbi 300 policë. Ata ndërmorën veprimet e nevojshme për të arrestuar 7 persona të cilët dyshohet se kanë dorë me vrasjen e rishterit Muhamet Lika. Herët në mëngjes, qindra pjesëtar të policisë së Kosovës zbarkuan në Kaçanik. Njësitet me të specializuara policore në koordinim me prokurorin themelore në Ferizaj, ca kishin 8 lokacione për t'i bastisur. Krejt kjo aksion kishte të bënte me vrasjen e rreshterit të policisë Muhamet Lika me datë 1 prill në hyrje të banesës së tij. Një prej lokacioneve që u bastis këtë hënë ishte edhe një lokal qindra metra larg vendit ku u vra polici Lika. 20 ditë pas vrasjes së rreshterit të policisë së Kosovës Muhamet Lika, mëngjesin e kësaj të hënë njësitë të ndryshme të policisë së Kosovës nga ndërmarrë një aksion me çrasje janë bastisur disa lokacione këtu në qendër të qytetit, e si pasojë janë arrestuar disa persona që dyshohet që kanë lidhje me këtë krim të rënd. Ky grup prej 7 personave sipas organeve të rendit e atyre të drejtësisë kishin të kaluar kriminale e ekstremiste. Ndërsa dhe vetë zyrtarit policor Muhamet Lika ishte i përfshirë në hetimin e rasteve ku ishin të përfshirë të rinj nga Kaçaniku e që shumë prej tyre kishin qenë të arrestuar më parë. Gjatë ditës prokuroria themelore në Ferizaj ka kërkuar masën e paraburgimit ndaj 7 të dyshuarve. Viktima pas përfundimit të orarit të punës, rrugës për të banesës ati, ku i njëjti ishte përcjellur në vazhdimsi nga madhore deri te hyrja e banesës së tij, ku pasi që hyn në objektin e banesës ku ka hetuar duke u ngjitur shkallëve, i mituri i shkon nga prapa dhe pasi që viktima hyn në objektin banesor, pas tij hyn edhe i mituri, ku me të takuar të ndjerin ka shtënë në drejtim të timar zjarri. Ky institucion ka njoftuar gjithashtu se aksioni mund të vazhdojë edhe në të ardhmen në bazë të hetimeve e provave që do t'i posedojnë. Kur përfundoi puna në terren, detajet e aksionit dhe drejtori policisë Gazmet Hoxha dhe kryeprokurori i Ferizajt Burim Çerkini, ata dhanë detaje edhe për personat e prangosur dhe konfirmuan që njëri prej tyre ishte pjesëtar i FSK-s. Pak orë pas finalizimit të aksionit, drejtori i policisë e kryeprokurori i Ferizajt dalën në konferencë për media. I pari që mori fjalën ishte Gazmet Hoxha, ai i cili dha detajet fillestare rreth operacionit policor. Operacioni zhvillu në autorizim të prokurorisë themelore, ku gjatë këtij operacioni janë bastis 9 lokacione, shumica tyre në Kaçanik dhe një në Klin, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policor janë arrestuar 7 persona të dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe po ashtu në ekzekutimin apo vrasjen e rreshterit tonë. Ky operacion është udhëhequr nga drejtoria e timeve të krimeve të rënda dhe është asistuar nga njësitet më të specializuara të policisë. Megjithse 170 zyrtar policor të përfshirë në operacion, këta sekuestruan disa prova materiale. Gjatë operacionit janë sekuestruar 2 vetura, telefona celular, disa laptop, një armë zyrtare me 30 fishek të kalibrit 9 mm, maska, tytat armësh, kapela sportive, rroba, fishek, dulbi. Por cilat ishin motive që shtyn të dyshuar që ta ekzekutonin zyrtarin policor para banesës së tij? Sipas asaj që kemi gjatë këtyre ditëve, domethënë që po bën gati 3 javë, lidhet motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si
pjesëtari i policisë së Kosovës. Më shumë detaje rreth këtij grupi dha drejtori i policisë, i cili tregoi se disa prej tyre kanë qenë të arrestuar dhe më parë. Disa nga ta kanë pas të kaluar kriminale, kanë qenë të arrestuar në raste të mëhershme, që ndërlidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje për të vërtetuar këtë punë, po janë persona dyshim të rrezikshëm të cilët ne dyshojmë që kanë kryer këtë vrasje dhe kanë planifikuar dhe pas të kanë ekzekutuar. Arma e cila është përdorur për ta kryer krimin ende nuk është gjetur, mirë po në mesin e provave që ka sekonstruar policia është edhe një armë zyrtare që pas konferencës u dhan më shumë informacione. Gjatë ditës së sotme është arrestuar një person i cili është fëmijë apo biri një policie ton në shtëpinë e cilit ne kemi kryer bastësie. Me qëllim verifikimit çdo mundësie të mundshme është sekuestruar arma aty zyrtare, është armë zyrtare e policisë Kosovës, një policie që punon në drejtimin e policisë kufirit. Disa prej të arrestuarve kanë lidhshmëri edhe me djegjen e objektit të gjykatës në Kaçanik në 13 marsin e 2024-s. Pikërisht për këtë rast, gjykata themelore në Ferizaj ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit për të miturin që po dyshohet se kreu vrasjen e policit në Kaçanik Muhamet Likajt. Në njoftimin e gjykatës thuhet se i mituri pasi kreu veprën penale largohet nga vendi i ngjarjes dhe në një lokal takohet me të dyshuarin tjetër. Madje në pamjet e kamerave të sigurisë dëgjohet duke i thënë bravo ik. I mituri pas kryerjes së vrasjes ikën nga vendi i ngjarjes në drejtim të një lokali ku bashkohet me të pandeurin RM, i cili kishte qenë duke e pritur dhe së bashku largon përmes një rruge të qytetit ku ishin duke vrapuar. I mituri dhe i pandeuri dëgjohet një zë duke i thënë bravo ik, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 3 persona të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile. Në njoftim thuhet se të dyshuarit BT, MI dhe dyshuara NQ dyshohen se në cilësi të gardianëve zyrtarëve korrektues në burgun e Prishtinës dhe qendrën korrektuese në Lipjan kanë marrë pjesë në maltretimin, rrahjen, torturimin fizik dhe psikik të ndaluarve shqiptar. Fillimisht në qytetin e Lipjanit, në 2 lokacione të ndara janë lokalizuar dhe arrestuar i dyshuari BT mashkull dhe i dyshuara NQ femër. Në vazhdimsi të aktivitetit operativ në Prishtinë, është lokalizuar dhe arrestuar edhe i dyshuari i tretë MI mashkull. Të njëjtit dyshohen për veprën penale, krime lufte kundër popullatës të kryer gjatë vitit 1998-99 në burgun e Prishtinës dhe Lipjanit në cilësi të gardianëve zyrtarëve korrektues në burgun e Prishtinës dhe qendrën korrektuese të Lipjanit kanë marrë pjesë në maltretimin, rrahjen, torturimin fizik dhe psikik të ndaluarve shqiptar, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Probleme me pagat e minatorëve janë raportuar sërish. Minatorët e ndërmarrjes publike Trepqa në Kishnic nuk janë paguar ende për punën e kryer gjatë muajit mars. Për shkak të kësaj, ata thënë se nga nesër do të hyjnë në grevë. Këtë të hënë për shkak të festës së Pashkëve nuk po punohet. Por në njësinë e ndërmarrjes publike Trepqa në Kishnic, puna nuk do të fillojë as të martën. Kjo për shkak se punëtorët e kësaj njësie që njihet si flotacioni Kishnicës nuk i kanë marrë ende pagat e muajit mars. Këtë e bëri të ditur në kryetari i sindikatës, një herë dhe përfaqësuesi i minatorëve Gjevdet Zymeri. Për mos ekzekutimin e pagave veç për punëtorët të Kishnicës. Flotacioni. Për pse ka ndodhur do të më pyet kryeshefin, unë të kallëzoj na si kena marrë pagat, kreti kanë marrë veç na ja. Kjo është për mendimin tim diskriminim. Paga e marsit nuk i doli as Valdete Shabanit, e cila tash një kohë është në pushim mjekësor për shkak të lëndimit që ka marrë në vendin e punës. E kjo gjendje ka ndikuar që kjo e fundit i ndërpres disa terapi të domosdoshme për përmirësim. Për momentin jam në pushim mjekësor. Edhe të one, kjo ka ndikuar, sepse mosmarrja e pagave më ka bërë që të ndalë disa terapi dhe disa ushtrime që kanë pasur për t'i bërë. Për gjithë këtë situatë krijuar, Shabani kërkoi ndërhyrje urgjente të institucioneve të Kosovës. Kisha dashur të
të aftoj gjithë prokurorin dhe policin të merret me ata njerëz, të merret me komisionet që janë brendja ndërmarrjes, sepse ato komisione janë të kapta nga menaxhmenti dhe nuk bëjnë fare për ankesat e punëtorëve që dërgohen te ata. Për gjithë këtë situatë krijuar, ndërmarrja Trepça ka këtë arsyetim. Pagat e muajit mars 2025 për minatorët dhe punonjës e tjerë të minierës së Artanës janë ekzekutuar me kohë dhe madje me prioritet të lartë, ndërsa për administratën dhe punëtorët tjerë të Kishnicës pagat nuk janë ekzekutuar për shkak të bllokimit të llogarisë rrjedhëse të Trepça SHPK. Mirë, po për javën e ardhshme kemi planifikuar një eksport të koncentratit, me që rast shpresojmë që do të krijohen të hyra të mjaftueshme për zhbllokimin e llogarisë dhe ekzekutimin e menjëhershëm të pagave për punëtorët e kësaj njësie. Nga kjo ndërmarrje, UA ka mbërtëtitur punëtorëve që nëse mungojnë në punë, do t'ju ndalen me ditjet. Ndërkaq punëtorët e një tjetër ndërmarrje publike, Korporatës Energjetike të Kosovës angazhon çdo ditë që të ketë mjaftueshëm prodhim të rrymës. Por sipas raportit të vitit 2024 të zyrës rregullatorit, çdo 11 ditë pati ndalje të prodhimit pa plan ose rënje nga prodhimi në ndonjë prej 5 blloqeve shkaku i termocentraleve të vjetruara. Termocentralet e vjetruara të Kosovës po sillen të lashe të mëdha në prodhimin e energjisë elektrike. Të paktën kështu bëhet e ditur në raportin e vitit 2024 të zyrës së rregullatorit. Sipas këtij dokumenti, mesatarisht çdo 11 ditë pati ndalje të prodhimit pa plan ose rënje nga prodhimi në ndonjë prej 5 blloqeve. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i rënjeve nga operimi njësive gjeneruese me linjet ka qenë pak më i lartë, që dëshmon se besueshmëria dhe qëndrueshmëria e termocentraleve po bie nga viti në vet. Vetëm në termocentralin Kosova B kishte 8 ndalesa të paplanifikuara, në B1-4, në A4 dhe A5 kishte 3 ndalesa të tilla. E të gjitha këto ndërprerje, sipas ekspertit të energjetikës, Vezir Rexhepi, po i kushtojnë Kosovës miliona euro. Këto janë të humbit të pallogaritshme pa diskutim, sepse ajo energji do të mbulohet, edhe faktikisht çmimet janë shumë të larta në raste të tilla. Ai bëri të ditur se cila do qeveri që të vijë duhet ta ketë primare çështjen e termocentraleve. Politikat energjetike do të ipen ose të ndërtohen prej secilës qeveri që vjen në pushtet. Pra edhe cila do të qoftë qeveri që do të vijë, do të ndërtoj strategjitë dhe politikat energjetike, sepse qeverisë i takojnë do të thotë politikat që duhet të ndërtoj pra politikat energjetike për secilin shtet. Në anën tjetër, ende nuk ka nisur punët për rehabilitimin e thellë të 3 njësive, 2 prej të cilave do duhet të përfundonin vitin e kaluar. Presidenti Vjosa Osmani ka thënë se trashëgimia e Papa Franceskut, i cili vdiq të hënën, do të jetojë në jetët e panumërta që ai ka prekur. Ai ka thënë se populli i Kosovës u bashkohet miliona njerëzve në zi për vdekjen e Papës. Populli i Republikës së Kosovës i bashkohet miliona njerëzve anë mban botës në zi për vdekjen e shenjtërisë së tij, Papa Franceskut, një zë i dëmshurisë, për ulësisë dhe drejtësisë në kohën tonë. Trashëgimia e tij do jetojë në jetët e panumërta që ai preku. Ne qëndrojmë me të gjithë ata që përcjellin mesazhin e tij të qëndrueshëm të shpresës, paqes dhe dinjitetit njerëzor, ka shkruar Osmani në platformën X. Edhe ish kryeministri Albin Kurti shprehu ngushëllime për vdekjen e Papës, duke thënë se trashëgimia e tij e për ulësisë, drejtësisë dhe dëmshurisë do të vazhdojë. Në këtë të hënë të Pashkve, një ditë shpresë dhe ripërtrirje për të krishterët në mbar botën, ne vajtojmë vdekjen e shenjtërisë së tij, Papa Franceskut. Trashëgimia e tij për ulësisë, drejtësisë dhe dëmshurisë do të vazhdojë. Në emër të popullit të Kosovës, shpreh ngushëllimet tona më të thella, u pret në paqe, ka shkruar Kurti. Për vdekjen e Papës ka reaguar dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Lamtumir atë i shenjtë, mik i madh e i paharrueshëm i Shqipërisë, ka shkruar ai në Facebook. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet përgatitura për këtë edicion të lajmeve Fokus. Unë falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.